Ne jetojmë një kohë informative në të cilën lajmi përhapet shumë shpejt. Për këtë arsye shfrytëzoj rastin që me I këshillu të gjithë shikuesit që të mos angazhohen shumë me lajme, sepse me të vërtetë ato e angazhojnë shumë trurin dhe mbingarkojnë atë. Saqë një shkrimtar thot, njeriu bombardohet me lajme për një ditë vetme, kohën moderne, çka nuk është bombarduar njeriu në kohët e mëhershme gjatë gjithë jetës, imagjinoj. Për një ditë I shkakton ngarkesë më të madhe trurit se sa një njeri normal në kohët e mëhershme. Prandaj nuk ja vlen me ngarku veten me çdo lajm, me çdo gjë, me ushqim me gjëra negative, nuk ja vlen. Dhe me keqardhje disa media, sepse nuk janë gjitha të këqija, disa media e shfrytëzojnë rastet vetëm kur ka lajme të këqija, sepse ato e kanë ushqimin. Sikur ato miza që kanë ushqim peturinat, ata e kanë ushqim lajme të këqija, sepse ato dhezën më së shumti. Dhe duke u shkatruar trurin, ata pasurohen. Prandaj mos bini prej atyre. Angazhoni vetëm me gjëra dobishme. Largonu lajme se shpesh po janë ose informata gjysmake, ose dezinformata, shpesh edhe dezinformata. Prandaj të kemi kujdes. Të kemi kujdes çfarë po futim në veshët dhe në sy tonë.